Përshëndetje, ja ku jemi përsëri bashk. Sot do të vim me një recetë supe shumë të ushqyeshme. Siç e dim, festat e fundvitit na mbi ngarkojnë shumë me ushqime. Kështu që unë vendosa të vi me një supë shumë të thjeshtë dhe shumë të ushqyeshme, cila është supë me selino. Përbërësit i kemi gati, fillojmë pa humbur kohë ta përgatisim recetën. I vendosim përbërësit, patate, karot, po i vendos hudrat, gjinxher dhe orizin. E vendosim dhe orizin, mbasi e kemi larë. I vendosim edhe ujin. Do e lëm të ziej për 10 minuta në një zjarr mesatar. I vendosim kripën. Perimet na kanë zjerë të gjitha dhe tani do të fillojmë t'i grim me blender. Po para se t'i grim perimet, do të vendosim erëzat, piperin e zi, rigon dhe pak spec djegës. Kjo varet gjithmonë sipas dëshirës suaj. Supa ka përfunduar, e heqim. E kemi hedhur supën në përkatëse dhe tani e kemi gati për ta servirur. Para se ta servirim, do t'i hedhim gjalpin, hedhim edhe koprën. Supë e shkëlqyer me plot vlera ushqyese, sidomos mbas festave. Ju bëf të mirë!